cilën i kom bashku njëkohësisht pas shumë viteve këto, nga Brazili, nga Anglia, nga Gjermania, nga Italia, nga Slovenia, nga Bosnia, nga Shqipëria dhe vetë Kosova. Breza pas. Ty mos mes na ishte në bërç. Jo, jam kureshtar, edhe me ta tregu edhe atë pjesën të cilën kam punu jashtëzakonisht shumë, dhe ishte një nga pjesët më interesante që në jetën time kam arrit. E para, kjo është momenti kur e kom taku zonjën Hasibe, bashortën e Aslanit në Prizren. Dhe kjo ishte një nga momentet të cilën këta e kom gjetë ma 70 vite thujave. Dhe falenderoj dhe vajzat e sajna që na mundsuan mu taku me të. Mirë po, edhe kjo ishte shumë qekri. Kjo është Hasibja, ka qenë mësuse. Ka qenë mësuse? Ka qenë mësuse, dhe sa ka qenë në Aslanin, bashorte. Që vetëm, në qo se mundëmi, po bëse nuk ishë problem, dinin dështë mundët me e kopë. E lodhën nga pleqëria? E lodhër nga pleqëria, me një memorie t'jashtëzakonshme edhe rrethimet e cilat na i tregojke për Aslanin, edhe pse ajo me Aslanin nuk kishte fëmijë, po i kishte një respekt për familjen. Edhe tashi është pjesa i cila janë e tërë familja, cilën i kom bashku njëkohësisht pas shumë viteve këto. Janë krejt nipat, mesat i sabëritive këtë fatë, nga gjithë bota, nga Brazili, nga Anglia, nga Gjermania, nga Italia, nga Slovenia, nga Bosnia, nga Shqipëria dhe vetë Kosova. Breza pas. Breza pas, edhe grada shkencoret e tyre janë mjek, janë profesor, janë aktor, janë kështu, me një krenarit jashtëzakonshme. Kjo ka qenë puna janë valit deri sot. E tash vazhdon akoma. Dhe thot misionin tënd për me i bashku këta e ke përfundu? Më ka ndihmu Zoti. Ka ndihmu Zoti sepse asnjë njeri nuk mundet vetë një bo. Faleminderit edhe nga tjerë që na kanë përkrah, po kjo ka qenë ideja parë. Ideja parë me 100 vjetorin e pavarësisë. E tjerat vinë, sen e tjera na vinë. Unë jam edhe diçka me ju tregu për këtë festë të flamurit. Sa ka qenë familja e ase, kjo është një foto në Brazil, është gruaja kaplanit Atifja, edhe djali i saj Erhani, në Shan Paulo vitin 1957. Kjo ka qenë me profesion manekeni, për ndryshe, stiliste ka qenë. Edhe... Në më thonë, në Brazil është e bëmë kjo fata? Në Brazil, 57. Mirë por Hani ka jetu ma vonë në Itali, në Milano, ati është në Milano, kurse këto tjera foto janë të Marubit, kjo bashortja Ademit, mësuse ka qenë, Adilja, ka përfundu në burgun e Shkodrës, vitin 27, ishte motra Silami Bekteshit, këto foto e vitit 1933. Mund është me pa edhe kualitetin edhe po sigurisht. Për ma shumë, me të kallëzu, jam disponim deri në mëngjes, kemi çka të dispozojmë, por dikon me se 100 foto të familjarëve, për kretat e dukem që e kanë kry, po vazhdojmë vetëm pak kështu, këto janë foto Marubi. Hajde. Kush është kë? Kjo është nën kolonela Dëmbëtini, po. Ja dhe këto. Këto është Pajaziti, djali tjetër, në uniforma Austrisë. Këto është Tafili në Stamboll, edhe këto, kjo Adilja, tash këto është Ademi, Adilja dhe Pajaziti. Në tonë janë foto vitit 1983. Për shumë ma shumë, kemi shumë argumente që shumë herë kam dëshirë t'ju nimoj studentëve, po mos e gjera këtë pjesë. E kemi gjiru mirë, po me lejen tënde si t'na thua shti. Se urna,